رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله لسانك حصانك إن صنته صانك لسانك حصانك إن صنته صانك هذا اللسان هو السبب صرت في نار اللهب هذا اللسان هو السبب صرت في نار اللهب هذا اللسان وحقه حبس يطول بلا سبب أمسك عليك هذا يا أخيا أمسك عليك هذا كي نبدو سويا أمسك عليك هذا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të ndëgjojmë fjalët e Tij. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që fjalët e Allahut dhe fjalët e të dërguarit të Allahut të zonë vend në zemrat tona. E ne me emrin Allahut Azza wa Jall sot do t'i thojmë disa fjalë mbi përgjegjësinë dhe të njëjtën kohë mbi rrezikun e fjalës. Sa Allahu Azza wa Jall i ka kushtuar rëndësi fjalës apo të folurit dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka tërheq vërejqen nga të folurit. Nga se siç e dim se njeriu me një fjalë hin në Islam, po me njëjtën kohë ka mundësi me një fjalë të del për Islamit. Njeriu me një fjalë haramin Allahu Azza wa Jall me një fjalë ja ka bon halal. Pra kur të korrizohet, kur të martohet, me një fjalë, ajo që është ki ka qenë para asaj fjale e ndaluar, me një fjalë Allahu Azza wa Jall ja ka bon halal. Po me një fjalë rënohen shumë shtëpi, prishen shumë familje. Me një fjalë njeriu shkorrizon bashkëshortën e tij. Me një fjalë njeriu e arrin pozitën më të lartë të Allahu Azza wa Jall. Me një fjalë runa Zot hinë në hidhnimin Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye Ibn Qayyim ka thonë sicili nga ne para se të flet duhet të pyet veten e tij. Atë që planifikon dhe vendos të flet, a është e dobishme për ta apo është e dëmshme? Nëse është e dobishme, gjithashtu duhet ta peshon. Heshtja është më e dobishme apo e folja? Nga se siç e dim, siç kanë thonë të parë tonë, se njerëzit e mequr fjalët e tyre burojnë nga zemra. Prej zemrës deri të arrijet e moja e gjuhës kontrollohet. Shiqohet se ajo fjalë që të planifikon ta flet, a është për Allahun apo nuk është? Atë fjalë që do ta flet, do ta pajton Allahun Azza wa Jall apo do ta hidhron? Atë që cilën planifikon ta flet, a është e dobishme për ta në këtë dunjë dhe në ahiret apo jo? Nga se për çdo fjalë njeriu ka mu pit për Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye kanë thonë të parë tonë se Allahu Azza wa Jall njerëzve ja ka kriju nga një gjuhë dhe divesh, që nën kupton se më pak me fol e më shumë me ndëgju, kurse ne faktikisht thuaj se Allahu Azza wa Jall na i ka dhënë nga 10 gjuhë.
Për këtë arsye flasmi më shumë dhe kemi dëshirë të ndëgjojmë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall gjuhën tonë nuk na kalon shqis e cila duket jashtë, po e kalon brenda, nga se selefët parë tonë kanë thonë, më meritor, më shumë që meriton të bërgoset, është gjuha. Për këtë arsye dhe Allahu Azza wa Jall e ka bon buzë tona që të mbyllen dhe të mshifen, të mbulohen të metët tonë. Transmeton Imam Nevaviu, i cili thot, janë taku Kajsi dhe Ekthemi, Kajth ibn Sa'id dhe Ekthemi, dhe ka pyet Kajsi dhe ka thonë, vallë, sa të meta njeri mund t'i ketë? Ka thonën, të metat e njeriut është shtirë me numru. Edhe pse njëherë u pata përpiq që t'ja numroj të metat e njeriut. Të metat e mija, jo të qerve. Tha arrita den 8.000. Mirë po tha, e gjeta një shqise cila kejt këto 8.000 po i mbulonte. Dhe e pyet Kajsi dhe i thot, cila është ajo shqis, cila është kapaku, mbulesa e kejt këtire të metëve, ka thonë kujdesja dhe rujtja e gjuhës. Pra rujtja e gjuhës, është t'i mbulon të gjithë të metat. Ju e dini fort mirë, se shumë njerëz flasin, dhe njerëz pëlqen pamja e tij kur t'ja nise me fol, del prej zemrë. Sikur që mos ketë fol, kish qenë më mirë se sa ka morë guximin të flet. Për atë thot një poet arab, ihfadh lisanaka eyyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Ruje gjuhën tënde o ti njeri, nga sa një gjarë për që të parin që e kafshon dhe e ban viktim je ty. Kem fil maqabiri min qatilin lisanu. A dini sa njerëz në varreza janë të dëshpruar gjë që i ka min gjuha e tyre. Kanat tuhabu liqa'uhu shuj'anu. A kur ish gjallë, dunjoja ju frikte atij, por gjuha e tij e ka bon të mbytur në varrin e tij. Për këtë arsye, transmetohen nga të parë tonë dhe kanë thonë se gjuha e njeriut sikur kafsha egër, nëse nuk e shtrëngon, nuk e lidh mirë, mas pari të hanë të kafshon ti. Ndërsa Sufjan ibn Ujejne e përshkun të folurit dhe thot, të folurit është e domosdoshme. Mirë po, të folurit është sikur ilaçi. Nëse e përdor me mos, të shëron. Nëse njani ka dëshirë që shërohet për një ditë edhe shërupin e pi për një ditë, thot e mbyt ilaçi ata. Pra gjuha ilaç. Megjithatë, nëse e tepron të mbyt. Nëse flet me mos dhe me kujdesje, të sjell dobi. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë Muadh ibn Jabeli e pyeti dhe i tha ja Rasulullah, cilat janë veprat që të bëjnë banor të xhennetit. Dhe na trego për veprat që na shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi e pastaj i tha, a të tregoj për diçka që i ruan këtej këta të cilët i tregova. Tha më tregoj ja Rasulullah. Tha kujdesja e gjuhës, ruajtja e gjuhës, të i ruan veprat që i ke bën dhe të mbron nga gjunat të cilët janë shkaqe të bojnë banori zjarrit. Ka thonë ja Rasulullah, pse na ditën e gjykimit do të pyetëm edhe për gjuhën edhe për të folurit? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thaqulatke ummuka ya Muadh. Nana të humbo Muadh. Pra hum shpinanës tonë ja Muadh. Kështu e ka përdor, do me thonë arabët, kur do me thonë kur njeri nuk ka vlerë. Pra ti që jeton me nanën apo s'jeton njëjt, bile, të largohesh prej nënës tonë e ma mirë është mos ta turprojsh familjen tonë. Pra ata i ka thonë Muadh ibn Jabelit, thaqulatke ummuka ya Muadh. A nuk e din se shumica e njerëzve që hedhën xhenem me fytyra apo me gjoksa për shkak rezultatit të folurit dhe mos kontrollit të gjuhës së tyre. Për këtë arsye, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pyetën dhe i thanë, cilët janë veprat që njeriu ne bojnë banor të xhennetit
dhe cilat janë veprat që njeriun e bojnë banor të zjarrit. Ta veprat që njerëzit në përmes të cilëve hinë xhennetin e Allahut janë dy: takwa Allah wa husnul khuluq, friga Allahut dhe morali mirë, sjellja e mirë. Ta jasur Allah cilat janë veprat që njeriun e bojnë banor të zjarrit. Tha pejgamberi Allahu gjua dhe nderi. Shumica e njerëzve që shkojnë në xhenem dhe upin xhennetin e Allahut për shkak gjuave të tyre, për shkak ngacmimit të nderit të shumtë. Ibn Qayyim në komentin e këtij hadithit na tregon dhe thot, Ibn Qayyim thot për shkak se devotshmëria apo friga Allahut, njeriu që rregullon raportet mes atij dhe Allahut, ndërsa morali mirë dhe sjellja e mirë ja rregullon raportet mes atij dhe njerëzve. Pra njeriu nëse i ka rregulluar raportet me Allahun dhe i ka rregulluar raportet me njerëzit, atëherë kjo xhenetlia që pejgamberi Allahut në shumë hadithe të tij na ka tregu për ta. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith na i ka garantu pejgamberi Allahut xhennet. Ka thonë kush është që më jep besë, mi garanton disende, ja garantoj xhennet. Tanë cilët janë ato? Kush e garanton ajo që jam mes dy buzëve, kush më garanton se ka mu kujdes për gjuhën e tij, ja garantoj xhennet. Dhe kush e garanton që e ruan nderin e tij, ja garantoj xhennet. Pra me dy vepra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka garantuar xhennetin. Pra transmetohet me një hadith të vërtet që e ka nxjerr Ebu Said al-Khudri, i cili thot: çdo ditë mëngjes gjimtirët flasin me gjuhën dhe i thojnë gjuha s'ke kujdes, na jena viktim e joqja. Nëse drejtohesh ti, do drejtohemi dhe ne. Nëse shtremohesh ti, shtremohem dhe ne. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështjen e gjuhës e shqirtoi në dy forma, dy mënyrë. Nga se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që transmeton Ebu Hurajra, dhe këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslim, ka mundësi njëri nga ju të flet një fjalë. Kjo fjalë e idhnon Allahun azza wa jall. Për shkak se ai fjalë shkon në fund të xhenemit. Në një transmetim tjetër, thot Allahu azza wa jall hidhrohet me ta deri ditën ku takohet me ta. Ka mundësi që njeriu ta flet një fjalë, e kënaq Allahun azza wa jall. Për shkak asaj fjale, Allahu azza wa jall e shënon prej të dashurve të Allahut deri ditën e takimit. Për këtë hadith janë shkruajt libra. Cila është ajo fjalë? Që njeriu nëse e flet, e i dhon Allahu, edhe pse si ka kushtuar rëndësi të madhe. Cila ajo fjalë? Që njeriu nëse e flet, e pajton Allahun, edhe pse s'ka qenë e rënë në gjuhën e tij. Ka thonë shumë mendim. Fjala që e kënaq Allahun, a fjala la ilaha illallah, fjala e tauhidit, fjala që e idhnon Allahun, a fjala e kufrit. Që do t'i cekmi do shembull, ku rreziku i gjuhës ku të çon. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë çështje e ka shqirtuar në gjithë hadithet në dy forma. E para pe atinve, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarku ma la yani. Prej mirësisë se Islami tash me lan mos më mor me atë që nuk ka të bëjë me ti. Gjysën e problemit e ka shqirtu. Pse njerëzit hedhen në xhenem, pse s'kan mundësi të kontrollojnë gjuhët e tyre për shkak se mirët me të qertë. Ai që mirët me të qertë e harron vetë. I jep hapësirë, i jep të drejtë vetës atij të flet, ndëse don me ditë cili Islamin e ka në rregull, cili ama i dash, cili e ka imanin më të mirë, ai cili nuk mirët me çështjen e të qerve. Transmeton Ebu Sulejman el-Khattabi, i cili ka thonë, ai cili mirët me atë që nuk intereson, do t'i kalon ati ajo që intereson.
El gjeza min gjinsil amel. Smirësh me atë që të ka bëjë me ti, mirësh me të qerë që s'ka të bëjë me ti, Allahu ta merë atë që ka të bëjë me ty. Nuk ta dashuron, nuk ta mundson, Allahu Azza wa Jall ta merë riskin që të përfitosh ajo që të ka të bëjë me ty. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej mirësisë islamit është që çdo herë ku të flas, çdo herë ku të japmi drejt vetes tonë të flasmi, ta shiqoj. Atë që e flasmi, atë ka të bëjë me mu, atë ka të bëjë me ardhmarin tim, atë ka të bëjë me xhennetin tim, ajo. Nëse jo, pejgamberi Allahut ka thonë për mirësisë islamit që ti mos më mor fare me ta. Pa atë kanë thonë të parë tonë. Të gjithë dunjoja me të përgoju, të gjithë me të shqetësu nuk të pengojnë derisa nuk mirësh me to. Atë ditë që të fillojsh të mirësh me to, ato të shqetësojnë dhe të pengojnë. Pa ata dini Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall e ka ditë se jeta e shkurtë. Problemet janë të shumta. Me cilët probleme të miremi me vetën tonë. E kur të liromu për i vetës tonë të miremi me qertë. E kur liromu? Kur takojmë me Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall a gjena i hek gjinotin, gjelozin, edhe pastaj nuk mirë mu me kërkan vetëm me vetën tonë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dhe hadithet e ngjashme na shqirtojnë këtë problem dhe tha prej mirësisë islamit është që mos mirësh me atë që nuk ka të bëjë me ty. Filoni dhe aloni, qa kish filoni pun me filonin, qa kish filoni pse erdh filoni të aloni, pse filoni nuk e ka therë filonin, pse aloni s'ka shku të këto çështje, nuk ka të bëjë me mu. A ka të bëjë me mu? Farë. Pra stop, islami në ka eduku dhe nga mësu, s'kena drejta ne të mirë me atë që s'ka të bëjë on as një rol nuk e luj. As glavnologën, as një ksen nuk e luj në ta. Pra mos i s'ka bëjë me mu, atëre faktikisht më ndalohet mu të mirë me ta. Njani nga të parët tonë shkoj të vlëvi vetë, dhe pi kalzon se filoni a qështu dhe qështu dhe qështu. Tha vla, tha mas parin, na zhitën gjunan gjibet, na i përlite me gjlisin tonë, na i ranove zemrët tona, e zbulove të metët e tua dhe ati kur gjona së një banë. Te vetëm se na i përlite me gjlisin tonë dhe na i ranove zemrët tona, na i shtove urejqen, na i prishe zemrët, na i humbe ambëlsirën e ibadetit, a faktikisht ne nuk e damtuam ata për pos, a i na damtojnë neve ma shumë se ne ta damtojmë ata, nga se ne ja cenuam derin e ati, na i murë se vapët dhe ungarkuam me gjunat ati. Për ata Allahu Azza wa Jall, kur ka përmen Kurani Kerim, që Allahu Azza wa Jall ka thonë, mos e përgojoni vllavën tuaj. Cili ka dëshirë që qangron vllavit vetë mishin e vdekur, ma interesant dhe ma e çuditshme që kam lexuar në komentin e këtij ajetit, është Fakhruddin Razi, i cili thot, nderi muslimanit a sikur mishi dhe gjaku. Për atë Allahu Azza wa Jall ka thonë, mos i përgojoni muslimanët, se ai cili i përgojon muslimanët a sikur me ja ngron mishin. Pra mishin e kena haram me ngron vllavit ton, pra dhe nderin njësoj. Mirë po pse Allahu ka thonë i vdekur dhe nuk ka thonë të gjallë. A dini përse? Fakhruddin Razi përgjigje dhe thot për çka këse të vdekurin nëse jahan mishin, a i dhimbje nuk e nin. Dhimbje në nin. Thot a i qëli e përgojon vllavin e vetë, a i vllavi vetë e nin këta. Nuk e nin. Po mu kanë a i qut dhe gjallë. A kish qenë razi, a kish qenë i knaqën? Pra kush dëmtohet në këtë rast ku t'ja haje mishin e vdekur? A i vdekuri, a i që e kafshon. A i që e kafshon dëmtohet. Pra ata Allahu Azza wa Jall ka thonë, o ti përgojues, o ti gibet gji, ti vllavi tanë kur gjonë si e të i bon,
sa mund është mi bo me angron mishin ati të vdekur, gjallë më ka një dhem, po i vdekur, asë gjë. Thot atë që mund është me damtu vëllavin tanë, mirë po ti ma shumë e damton vetën tonë se ata, për çka këse me angron mishin dikuj të gjallë, apet deri dikun, ka mundësi të pranohet, mirë po gjdo krijes e urren që të ngron të ngordhun. Pra me cenun derin vëllavit tanë, atësia me angron mishin vëllavit tanë të vdekur. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se shërtojnë parën formë që mos miri me ata të cila nuk na intereson. E dita, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që beson Allahun dhe e beson ditën e gjykimit, le ta thot fjalën e hajrit ose le ta hesh në çuje. Lokmani e këshillon të gjallin e vet dhe i thon te o biri jam, nëse njerëz krenohen me të folur, nëse njerëzit lavdrohen se po dim me fol, ti lavdrohu se po di me hesht. Nëse njerëz në botë lavdrohen me të folur, ti lavdrohu me të heshtur, nga se ai i cili ka mundësi ta frenon dhe ta çon veten e tij të hesht, është më i dashur te Allahu Azza wa Jall se sa ai i cili flet. Nga se Imam Nawawi thot, nëse nefsi jot thot të me fol, thot shire, mos fol kur nuk ka interes. Po nëse nuk ka as dobi, as dëm, hesh. Tha suneti pejgamberit Allahut ta me hesh. Përse? Ka thonë se sa njerëz ja fillojnë me folën halal, tu dal nga dal, dalin pe avtobanit edhe në para orë. Tha dikur mubah, e dikur me kru, e dikur në haram. Pra sunet në shka? Me hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ka hesht. Dhe kur ka fol pak, ka fol shkurt, ka fol qartë. Deri tha thot një mexhlis me pejgamberin Allahut kur kemi qenë, kena pas mundësi fjalët me numëru. Sot i ka fol pejgamberi Allahut 50 fjalë. Sot i ka fol 20 fjalë. Tha mujshmi me numëru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjalët e tij. Transmeton nga Abdullah ibn Abi Zakaria, i cili thot 20 vet jam morë me këta me eduku vetën me hesht, s'ja kam arrit. Po në fund e ka pruaj një karar, një vendim. Kur ka nejt me njerëzit, i ka thonë nëse e përmen një Allahun ju ndimoj. Nëse i përmen një njerëzit ju lon. In dhakartumullah a'innakum wa in dhakartumun nas taraknakum. Zjedhe njën, sot do të bani muhabet për akiret a për dënjon. Si të bani për akiret, jam i mirë se ardhën mesin e ju. Nëse e baj muhabetin e dënjons, ju lam juve me bashk me dënjon. Abdullah ibn Wahab thotë e jam përpiq që ta edukoj dhe ta frenoj vetën ti me mos fol. Veçan ti në gibet, tha sajrë që i banjsh në dikan gibet, a gjerosh në ka një dit. Tham lodhi a gjerimi, sa pun me lon gibet. Tha dikur, tha atere, tha endrova dënimin, dhe sajrë që e përgojosh në një musliman, vendosa mi dhon ka 10 euro. Dashnia e erove, mboni mos ta përgojon kërkan. Në këtë transmetimi më dhe hebiu a disha thot kështu kanë qenë ulemot, kështu kanë qenë dietar. Transmeton Sufjan e Thauriu i thojke xhamatit vet, shokëve të vet, çka mendoni më kon mesin ton një shpiun. Edhe e dim se çka të flasmi na i çon në raportin nalt. A kish mi fol? A kish mi fol me kujdes? Ruju për filanit për alonit, apo? Thot, e ai cili ingren lajme të Allahu janë gjithnja me neve. Ma yalfidhu min qawlin illa ledejhi raqibun atid. Ai që i qënë fjallë të Allahu është me neve. Pra ne mu konë një njeri që na spionon, në i ban fjallë, jemi ma të kujdes.
ne ato që na i bartin fjalë na shënojnë, dëshmojnë dhe kundra neve, dhe i ngrejnë të Allah, janë vazhdimisht me neve. Pra ati Ibn Jauzi i thonte, kelamuke mektub, fjala jote shënohet, wa qauluke mahsub, dhe fjala jote do të llogaritet, wa anta ya hadha matlub, o ti filan ti je i kërkuar, wa laka dhunub wa ma tatub, dhe ti je ai që ke gjuna dhe ende mendon atë pendon ajo, wa shamsul hayati qad akhadhat fil ghurub, dhe dili ka dal po perëndon, jeta po mbaron, fama aqsa qalbuka min bainil qulub, s'kam pa zemër më të vrashkës se zemra jote. Pra vëllezër të ndershëm, tham rreziku i fjalës sa shimohet. Për këtë arsye ka mundësi njeriu me një fjalë e rënon besimin e tij. Ka me mundësi me një fjalë njeriu shkon në fund të xhenemit. Njeriu me një fjalë i azgjeson veprat dhe i zhduk veprat që i ka bën, munin që e ka dhënë, me një fjalë ja nis mu lavdru dhe me përmend ka dëshirë, i azgjeson dhe i zhduk veprat të cilët i ka bën. Për atë Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë hadithe na ka prun kujdesja e fjalës. E para atinve që Allahu Azza wa Jall i ka kushtuar rëndësi të madhe ofendimi apo sharje e dinit të Allahut Azza wa Jall. Në disa vende apo zakon me jasha njerit dinin, me jasha feje. Sharja dhe ofendimi Allahut, sharja apo përqeshja e pejgamberit Allahut, apo dinit të Allahut, kanë ra ulemat në ujdi se njeriu 80 haxhe mi pas kri me isha këta del pi dinit Allahut. Pra nuk ngel mo musliman edhe nëse Allahu tanë natën i ban namaz. Për këtë arsye njëri thot, kështu e na eduku, kështu gjua na ka mësu, s'ka mundësi. Për çka se Allahu Azza wa Jall na i ka zbrit disa jete në surat të Tobe. Këtë ngjarje në rrëfen Abdullah ibn Omeri. Thot ishmi me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke shku në luftën e Tebukit. E disa të cilët morën pjesë në xhihad, në luftë, gjatë rrugës i thanë vetëm 3 fjalë. Për shkak këtyre fjalëve Allahu Azza wa Jall i lajmëroi në Kur'anin e Kerim dhe zbriti Xhibrilin se ju ka rënë besimi i tyre. Çka thanë këta njerëz? Duke shku rrugës, thanë se ki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mendon se kam i pushtu edhe pallatët e Shamit. Sigur njani me thonë këto, po mendojnë se edhe kanë me morë edhe Amerikën. Pra në atë kohë, superfuqi ishte Shami, persianët edhe romakët. Ki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 700 kilometra larg po na çon luftë, po mendon se ka me arrit që me pushtu edhe Shami. Pastaj i ofenduan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çka i ofenduan? I ofenduan për çka dinit të tyre. Dhe thanë s'kemi pa në mallaskuca se shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ma rëncaka dhe ma frigacaka. 3 fjalë. Laskuca, rëncaka, frigacaka. Allahu Azza wa Jall zbriti ajetin Kur'ani i Kerim dhe i tha laqad kafartum ba'da imanikum. Dikush thot këto kanë qenë munafik. Nuk kanë qenë munafik. Sa Allahu Azza wa Jall këto me pas qenë munafika i kish paralajmëruar në Kur'anin e Kerim dhe thonte e zbuluat atë që e kishin në zemra. Pa Allahu çka i tha? Laqad kafartum ba'da imanikum. Ju vërtet kishi iman. Edhe pse imanin e kishi të dopt. S'ka dyshim se imani dopt hinën në këtë sprovë dhe dështuan. Tha ju keni bo kufër pasi që keni qenë në iman. Laqad kafartum ba'da imanikum. Ju vërtet keni rënë kufër pas që keni qenë në iman. Allahu thot nëse ja falmi një grupit, ju grupi tjetër nuk ja fal. Cili grup ja fal? Ato që pendohen te Allahu sinqerisht. Pra një grup u penduan dhe të tjerë nuk u penduan. Thot Abdullah Omeri kam pa këta njerëz të varun këdeva pejgamberit Allahut dhe thoshin ja Rasulullah kemi bën garë. Thot
Kul e billahi wa ajati wa rasuli kuntum testehziun. A nuk gjetët me bëj gare me dikën tjetër, pas me Allah, me dinin Allah, me pejgamberin Allah, mos u arsyetoni se keni bë kufër pas imanit tuaj. Pra nuk lejohet njeriu me bëj gare me din, po nuk lejohet njeriu me përqesh dikën musliman për një shkak parimi të Islam. Sikur që traditë shumë njerëzve i përqeshin njerëz të cilët janë me mekra. Ka bo mekrën kështu dhe kështu, a kjo fjalë a që ja rënon besimin. Për çka se ai nuk e përqesh për çka një sjelljes së tij, po ati ai ja përqes një parim, një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përse e bojnë musliman? Për çka se njerëz janë largu prej parimeve të besimit. Janë largu prej njohjes së dinit të Allahut azza wa jall. Dhe mendojnë se dini Allahut na veç një fjalë e thua dhe pastaj s'ka sen që ta prish këtë fjalë. Allahu na ka tregu se me një fjalë hin në Islam, ama për të qenë musliman duhesh këtë fjalë me rujt. Ka sende që e prishin këtë fjalë, sikur që na e mësojmë abdesin çka e nërejt, po dhe ka çka e prish, namazin çka e nërejt dhe ka sende që e prishin agjerimin çka e nërejt dhe çka e prish haxhin dhe kështu me radhë. Para kejtëve këtinve ash imanin çka ta nëreq dhe çka ta prish. Ka sende të cilët ta prishin imanin, pra ne jemi të fjala, pra ka mundësi njeriu me gjithë fjala me rënu besimin e tij. Një ndër fjala që kanë ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu azza wa jall më shqetëson biri i Ademit. Kur e ofendon dhe e shan kohën. Ka qenë traditë e mushrikët, kur i kanë ndodhur dhe një bela dhe një keqe, e kanë ofendu dhe e kanë sha kohë. Dhe Allahu ka thonë, unë jam kohë. Kushan që e ka kriju notën dhe ditën? A nuk është Allahu? Për këtë arsye Ibn Qayyim thot pse Allahu azza wa jall ka ndalu që të ofendohet të shahet koha, ka thonë për 3 sende. E para prej atinve, koha bereqet. Me shah një send me vlerë, ashtë në nënçmim dhe keq. E dita nga ato, ka thonë se krijuesi i kohës kusha? Allahu. Nëse e shajmë kohën, faktikisht e kena shaken krijuesin e kohës. E treta, që i thot Ibn Qayyim, për shkak se ka njerëz mendojnë se fajet i ka kohë. Ka mendojnë se damin e bjen koha, dobin e bjen koha, dhe kjo është shirk. Ai që sjell dobi dhe dam kush është? Vetëm Allahu azza wa jall. Një ndër gabimet e gjuhës është, siç ka qenë tradin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur njerëz dhe i kanë thonën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk bëhet asgjë vetëm çka don Allahu dhe ti. Ka ardhur një çifut dhe ka thonë, ja Muhammed, ju po na nënçmoni neve se kemi rënë shirk, po dhe xhamati jot sahabët kanë rënë shirk. Ka thonë çfarë shirk? Ka thonë për çka se po thonë nuk bëhet kur gjë vetëm çka don Allahu dhe çka don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tërheqi vërejqen dhe i tha, mos thuni kështu, për çka se kjo është shirk. Po thuni, nuk bëhet asgjë vetëm çka don Allahu. Tha nëse e keni pa tjetër me thonë për dikan, që lu në rol me takatin e vetë ku ka mundësi, thoni, nuk bëhet asgjë vetëm çka don Allahu, e pastaj, nëse e krin punën filani, nëse mishlon filani dokumentet, nëse më ndihmon filani, ama nuk bëhet asgjë vetëm çka don Allahu. Për këtë arsye shumë njerëz thotë, unë imitin e kam te ti. Ti e tu kam bështet. Ki është ma i ketë se mushrikët e Mekës. Se ato ju mbështet që në vetë Allah, e pastaj dhe të qerve. Kurse ki, thot në dorën të one. Une s'kam rrug djalje vetëm të ti. Tu kam bështet ti, ta kam lonë dorë ti, leja në dorë Allahut pas e qëllim filonit, nga se nuk bëhet asgjë vetëm çka don Allahu azza wa jall. Gjithashtu prej gabimeve, na po ecmi pak më shpejt, prej gabimeve të cilët gjuhës dhe rreziku është betimin dikën tjetër pos Allahu. Edhe kjo është me të madh. Pasha nonën, pasha babën, pasha fëmijët, pasha bukën, pasha dritën, pasha ketë. Betimi në dikën tjetër, qoftë edhe në qabën,
pasha qabën, ndalohet. Ndërsa pasha musafun, pasha Kur'anin, lejohet. Për shkak se në cilësi Allahut Azza wa Jall, edhe kjo, siç kanë thonë dietarët, e ka kuptimin pasha Allahut. Nga se Kurani Kerimi a cilësi Allahut, sikur që mu betu në Allahun Azza wa Jall. Pra pasha Allahun e vetëmja be e pranuar në dinin Allahut Azza wa Jall. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndëgjoj një ditë Omer ibn Khattabi që u betu në babën e tij, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka të domosdoshme të betohet, mos të betohen në asken tjetër vetëm në Allahun Azza wa Jall. Nuk lejohet. Thot ai që li betohet në diken tjetër pos Allahun, ka bon shirk. Disa dietar kanë anu mendimit, ka thonë ka dal për Islami. Argument? Ka thonë se pejgamberi Allahut ka thonë ka bon shirk. Po ka shirk të madh edhe të vogël. Ka thonë na ken argument se e ka për qëllim shirkin e madh. Pika? Ka thonë pejgamberi Allahut, kush ban be pasha Uzzën apo pasha Latin, le thot la ilaha illallah. Pra ja pra pejgamberi ka thonë të kthehet në din. Kja pakica e dietar. Shumica e dietarëve dhe kja është mendimi Ibn Abbasit dhe sahabëve, se ai që li betohet ndiken pos Allahut ka bon shirk të vogël. Cila është pagimi? Bona be filanin, gabov. Çka duhet me bo? Dosh me thonë la ilaha illallah, apo një transmetim tjetër me thonë astaghfirullah, apo një transmetim tjetër thot me thonë sadaka. Je mo kthi Allahu Azza wa Jall me ta fal gabimin që e ke bon. Para ata kanë thonë se mu betu në diken tjetër pos Allahun, edhe pse është shirk i madh, kanë anu disa dietar dhe kja Sheikh Ibn Uthejmini, dhe unë i takoj këti mendimi. Pra Ibn Uthejmini thot mu betu në diken tjetër pos Allahun, edhe pse është shirk i vogël, nuk falet. Çka do me thonë nuk falet? Do me thonë e meriton dënimin, vetëm nëse i pendohesh Allahut Azza wa Jall. Nëse vdes në gjendje, edhe pse nuk je i përhershëm xhenem, e meriton dënimin. Argument? Kja është thot mendimi Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi ka thonë, me bon ben Allahun e rajshëm, është me dashur të unë se mu betu në diken tjetër drejt. Me bon ben Allah, mu betu në Allahun e rajshëm, a gjuna i madh. Është me dashur të unë se mu betu në diken tjetër drejt. Mu betu në diken tjetër drejt qka? Shirk i vogël. Pa ata shirku i vogël. Edhe pse për anë prej gjunave të mdoja, gjunat e mdoja me shirkin e vogël daloj. Do të flasmi inshallah, do të filloj me londën e besimit, do të flasmi për llojet e shirkut dhe në çfarë forma dallohen dhe si dallohen. Shirku i vogël është më i keq se gjuna i madh. Është gjuna i madh i cili nuk falet, dhe kjo është mendimi Abdullah ibn Mesudit. Pra më betu në diken tjetër pos Allahun Azza wa Jall, është të merë, a shumë keq. A ka ma të keqe se kjo? Ka. Ma keqe se kjo thot, u bofsha shka si mos të kem thonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me një hadith, me një transmetim thot, a i cili betohet në një fe tjetër, qoftë qifute, apo qoftë krishtene, apo qoftë me gjuse. E dhurën asot dhe rejnë, gënjen në ta, kam frikë se bot në atë që a betu. Bot qka? Për shka kë reziku. Thot u bofsha jahudi, u bofsha krishter, u bofsha dhe u bofsha. A ka dhe ma të keqe se kjo? Ka. Tira ma e keqe se kjo? Ma e të mërshme dhe ma e keqe se kjo është, njani dhe ban bej pasha Allah, unë thot, tamam, ban bej në fmit. Se fmit, ma ve vlerë se Allahu Azza wa Jall. Nuk i beson këti, vetë të erisa të betohet në diçka, të cilën të kia është fmija ma i madh se Allah. Ka që merë. Dhe erisa djetarët kanë thonë, s'po detalizohen në këta, për çka kohës, për derisa dietar kanë thonë kia e prej llojit
që ka mundësi me ranë shirkun e madh. Për në veçanti, ai që betot, nëse në zemrën e ti, në atë që betot, ka vlerë më shumë se Allahu Azza wa Jall. Pastaj betimi çka do me thonë? Dini se ai që ben bukën, në fëmijët, në kojshit, në shtëpinë, në pallatin, që ben rrein. Argument se rrein, çka do me thonë betim? Betim do me thonë pasha Allah. Ku të bëj ben Allah, do me thonë nëse unë e rrein, i jap të drejtë Allahut që rrenën të maqesën shesh. Një. Ta zmbuloj rrenë. E dita të më hakmirët. Jap drejta këtë fuqia Allahut ta përdore kundra me nëse rrenë. Kjo do me thonë pasha Allah. Ka i që bëjnë fëmijët e rrenë, se fëmijët s'kan mundësi rrenën me aqit në shesh, s'kan mundësi dhe mu jo hakmar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e ka ndalu njeriu të betohet ndiken tjetër pos Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, prej rrezikut apo gabimeve të gjuhës është mallkimi. E mallkon filonin, e mallkon halonin, e mallkon kafshën, e mallkon njeriu, e mallkon gruan, i mallkon fëmijët, në veçanti gratë me të madhe, kur i mallkojnë fëmijët, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse një rob e mallkon diken, mallkimi i tij ngjitet lart në qiell, që të gjen dyert e qiellit të mbyllur. Pra Allahu nuk e pranon mallkimin. Mallkim do me thonë Allahu e përzon për rahmetit. Allahu të mallkov do me thonë Allahu të përzon për rahmetit të tij. Ngjitet mallkimi lart në qiell. Dyert e qiellit janë të mbyllur, thot pejgamberi Allahut, pastaj mallkimi kthehet te prap. Nëse nuk e gjen të ata meritor të mallkohet, i kthehet mallkimi ai që më ka mallku. Ka thonë pejgamberi Allahut, shkon gjallthas dhe shkon majtas, kërkon mallkimi të që të gjen në vend mbi atë që e ke mallku. Nëse ai nuk e meriton të mallkohet, kthehet mallkimi ty. Një gru e mallkoi një deve. Pejgamberi Allahu tha, e mallkuara mos na shoqëron, nga se ka mundësi mallkimi Allahut të zbret mbi to. Për këtë arsye, gratë se levëve të parëve tonë, a di që i kanë nemë fëmijët e tyre, Allahu të bekoft. Kjo ka qenë nema me e madhe të to. Allahu të mëshiroft. Mësoni gjuhat që të flasin mirë. A dini se duaja në veçanti e prindve që i bon ndaj fëmijëve pranohet. Djali mu ka sprap, vajza mu ka sprap. Pse janë sprap? Për çka se kur kanë qenë të vëgjla, sa herë i ke mallku? Për një bardak, për një gotë, për një problem, sa herë e ke mallku. Po pelaja me e modhe është kja ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mallkuesit nuk meritojnë të jenë ditën e gjykimit ndërmjetësues e as shahida. Ato që mallkojnë, qofshin edhe vdesin nëse vdesin shahida, të Allahu Azza wa Jall nuk janë shahida. As nuk Allahu Azza wa Jall nuk ja lejon atinve që ndërmjetësojnë për dikan. Selbet ibn Aqwa transmeton dhe thot, kur e kemi ndëgju dikan që mallkon, kur e kemi ndëgju dikan që mallkon, e kemi kuptu se e ka bon një mëkat prej mëkateve më të shëmtuar. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot, lejsel mu'minu bi ta'anin wala la'anin. Besimtari s'mund me qenë ofendues akuzues. S'ka mundësi besimtari. Muslimani po, a besimtari jo. S'ka mundësi besimtari të jetë mallkues. Për ata kur e kemi ndëgju kanë thonë parë tonë, dikan që mallkon e kemi kuptu sa imanin e ka zaif, besimin e ka të dopt. Se s'ka mundësi besimtari me mallku. Pa as lejot kur me mallkua, lejot me mallku ato që i ka mallku Allahu dhe pejgamberi, me sifate cilësi e jo me ju drejtu mallkimi njeriu të veçantë përjashtime atij që është zullumqar i madh. Pra lejot me thonë,
Allahu i mallkov zullumqtar. Allahu i mallkov çifotët dhe krishterët. Allahu i mallkov fasikat. Allahu i mallkov piktorët. Allahu azza wa jall i mallkov hajdutat. Allahu i mallkoftën. Allahu i mallkov burra që i përngjasin grave dhe gratë që i përngjasin burrave. Ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë gratë që i përngjasin burrave largoni pi shtëpive. Dhe burra që i përngjasin grave largoni pi shtëpive. Më konë që këta ditë me qitë praktik, atërës në jetë kur që shtëpi. Pra nuk lejohet asesi me mallku njerin veçanti për jashtim. Ati që i ka bon zullum të madhë. Ka një tej me veçan, jo e dini njani që i ka shqecu këshin e vetë. Serja ka të rejtë vërreqen, dheri se ki ka artë e pejgamberi Allahut, ka thonë, ja Rasul Allah, filoni po më shqecon, ka thonë, meri teshet qiti jashtë, dilë në sokak. Ka mori ka qitë teshet në sokak, kur ka kalu o filan, shë pas e dalë, thëtë valla ki kojshia s'po më le rahat. Allah e malkov të atë kojshia në tanë, ka kalu qetri, ka arë qetri, ekipi mrejnë e ka një, ka thonë shka pas e dalë në këtë vend me këtë tesh, ka thonë ki kojshia s'po më le rahat. Allah e malkov, dhe kështu me radhë, ka thare kojshia ka ardha manë, thëtë ma banë Allah, po ta shloj edhe shpien te me vicin mrejnë, mos të malkojnë musliman. Ka në temë në veti, pra do me thonë si alejot ka përjashtime, me gjitha ta në esencë besimtari nuk malkon. Gjithashtu prej gabimeve të gjuhës, a në veçanti humoristat, ato që cilët përpichen me i qu njerëz me kesh, edhe për ato shpikin rejna. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mjeri ata të cilët gënjejnë, rejnë, për t'i qu njerëzit me kesh. Mjeri ato. Pra kjo është njona prej atinve, rejna si kur që është e shëmtuar në sens, ma e shëmtuar është të shpike të rejnë për t'i qu njerëzit me qesh. Po ako ma e keq rejna dhe ma e keq është me rejt njeriu, se kam po ondër pa po. Kam disa merak me thonë e posh në ondër filonin dhe alonin, e posh këta dhe ata. Kjo është rejna ma e keq se me rejt qut. Do thonë për me rejt qut s'ka na problem, ka problem i babë. Po problemi është më i madh në gjumë. Me rejt, a dini përse? Për çka se pejgamberi Allahut ka thonë ondra pjesë e pejgamberllëkut. Ai që rejnë gjumë, janë vesh rejnën Allahut. Për ata Imam Tabariu ka thonë, njeri me rejnë qut, domi është më i madh se me rejnë gjumë. Njeriu me rejnë dikan qut, domi është më i madh se me rejnë gjumë. Përse rejna në gjumë është më e shëmtuar se rejna qut. A i në qartë. Thot për çka se rejna në gjumë, inveshet rejna Allahut, ndërsa rejna qut, inveshet personi që rejnë. Për këtë arsye ju dini, thashtë në Ramazan ishna me një vend, edhe njoni i tregoj ke ati vllavit vetë, normal se e gënjente, thot pash po më prom në ndër. A vlla tha që shumë ki po. Tha e parë si kur ishte në gjami e kështu me radh, e pastaj tha kur dole pi gjamiës tha, erë një autobus edhe ta mshoj të shkeli. Edhe a i pak u brengoz u mërzit, e dikur i tha e pastaj, tha të morëm të pregaditëm që finosëm të falem në modin shtinën vorë. Tha pasi që shtinën vorë, tha e kena po një dritë tha po del pi vorit. Ajo ma e qërish me njoni pi thot që ishte ati o vlla tha, ti 10 dit një ti kaf, i badet, ja ti me qitë dritja kush. Këta ka dole se kam kri ka ondrën. Tha pastaj tha erdhen policia, edhe ndima e shpejt e vori valë, qa kjo gjithë kjo drit, tha që i po del pi vori, tha kur e shpalun vorin e pom se drita autobusit kishte me të në bark. Kjo rejnë e përpilu. Regull, kjo rejnë jo e qenisme, ka rejnë a qenisme që quditin. Të bojnë të folsh me vetë vetën, thuhe mashallah e vlija o kanë. Pra këtë arsye, rejna në gjumë është e keqë. Ma e keqë e se qutë, ma e keqë e se kjo është, me rejtë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi Allahut, kush mveshë rejnë, le të pregaditet për një vend xhenem. Kush rejnë për pejgamberin Allahut. Rëncakat për pejgamberin Allahut janë hoxhallar. Ato të cilët si kontrollojnë hadithet
cilat janë të vërteta apo jo të vërtet. Me rëndësia është bukur me fol. Pra do e mos duhesh me ditë hadithi është i vërtet për me tregu për ndryshe, ban pjesë këtë hadith. Sufit, ato thanë na sparrejmë kundra pejgamberit Allahut, na po rrejmë favor të pejgamberit Allahut. Për ata po shpikmi hadith. Këto janë ato që bojnë pjesë këtë hadithin e pejgamberit Allahut, kush rrejnë për pejgamberin e Allahut, kush në gjithë hadithe pa i thonë pejgamberi Allahut, pa fol pejgamberi Allahut, shumë derse dhe shumë ligjerata kur i ndëgjojmë, i përmenë ndoshta mrena ligjeratës 5 hadithe, tut 5 janë hadithe të rrejshme. Thua se hadithe të vërteta nuk ka met. Për ata në transmeton një ngjarje të çuditshme Ahmed ibn Hanbeli dhe Yahya ibn Ma'in. Tha ishmi në Bagdad, hinë me xhami ta falë ikindin, tha pasi e falëm ikindin, ja pra njoni po kallzon vajz. Ishte unë pi kallzon tregim me ngjarje, edhe xhamati po thonë Allah Allah, çuditshme. Edhe po thot më ka tregu Ahmed ibn Hanbeli për këtë ngjarje, më ka tregu dhe Yahya ibn Ma'ini për këtë ngjarje, edhe kur e kriti krejt, shkun pa ku largun xhamati, ju afrum ati dhe pithoj, une jam Ahmed ibn Hanbeli, edhe kja është Yahya ibn Ma'ini. As njoni prej neve këtë ngjarje, as si ka transmetu, as ka ndëgju për ato ngjarje. Tha di shka na tha? Tha pse a viç ndunjoviç ju, jeni Ahmeda dhe kja është Yahya. Sa Ahmeda janë dhe Yahya ibn Ma'ina, tha apet neve tha në la pa tekst. Rëncakat mos pas pun me to, se të bojnë me fol me vetë vetën. Pa ata ato që rrejnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dënimin e kanë të gjatë në zjarmin e xhenemit. Gjithashtu, thash prej gabime që gjuhës është angazhimi me të qerë. Përmenja të metëve të qerë. Transmeton Zadhani i cili thot, kam njoft njerëz që kanë pos gabime dhe të metë. Amo kur me gabime dhe të metë të njerëzve si jam morë, Allahu ja kam mbulu të metë dhe gabime të tërë. Ndërsa kam njoft njerëz të cilët s'kan pos gabime në pamjen e jashtme, janë morë me gabime të njerëzve, Allahu ja ka zbulu gabime të tërë. El gjeza min gjisil amel. Abdullah Mesudi tha, kur kemi kalu pran një qenit, kam pas frikë që të flas keq dhe për qenin, kam pas frikë se Allahu pastaj po më sprovon dhe po ma jep dëni sifat, dëni ves, dëni sjellje të qenit. Isa ibn Maryemi, kur kanë galu pra në qenit, edhe shokët e ti kanë thonë, sa i keq kanë ka qenë, sa i shëmtum kanë ka qenë, sa ert keqe pas ka ki qenë, Isa ibn Maryemi ka thonë, sa dhëm të bardhi pas ka ki qenë. Pra sa pa qetër me ja përmend metë, se cili e ka një të mirë, thuaj sa frizurën e mirë e paska, pa thuaj diçka, sa gorën e mirë e paska, ka dhe një të mirë tha qenit, dhe Isa ibn Maryemi t'i gjetë një të mirë, tha sa më dhëm të bardhi paska. Cili prej neve mund me thonë se vallaj dhëm të bardhi janë të mirë. Qa të mirë ja gjetë, qa që ja përmenë. Nëse e ka një të mirë përmenja qa të mirë, mboloja të ligët dhe të metët, nga se ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith, ja mahshara men amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman qalb. O ju që keni besu me gjuhë, Allah imani s'ju ka prek në zemra. Mos i përgojoni musliman. Mos i përgojoni dhe mos ja përcellni të metat muslimanëve, se ai i cili ja përmend të metat muslimanëve, Allahu azza wa jall ja zbulon të metat ati dhe turpron dhe marron, edhe nëse mbyllët, izolohet në 4 murt e shtëpisë ati. Para ta Imam Kurtubiu ka thonë gibeti ja prej gjunave të mdhuja, edhe bile ka transmetu i gjmo. Mirë po e kanë kundërshtu, disa kanë thonë nëse është gibeti prej gjunave të mdhoja, ka atere krejt shka bojnë gibet janë fasika. Dhe vërtet, gjithë që bojnë gibet janë fasika. Nëse janë të gjithë gibet që bojnë fasika, atër kush dëshmon për martes, kush dëshmon dhe dëshmitar nuk vlejnë as njoni. Për atan disa djetarja kanë këthin këtë formë, dhe kanë thonë për atan gibeti s'mun me qenë prej gjunave të mdhoja. Mirë po ja ka përgjigj një djetar dhe ka thonë nuk do me thonë pse shumica e njerëzve nëse janë fasika, apo shumica pse njerëzve janë gjitë sot në gibet,
nuk do të thotë se ja humb vendimin e Allahut Azza wa Jall dhe e lecon gibetin. Për shkak se përpara zakona det me bë gibet. Janë ditë njerëz që kanë bën gibet. Apo sot s'dihen njerëz që s'bojnë gibet. Për këtë arsye, dietarët e kanë definuar, ka thonë, gibeti është dy lloj. Ka gibet gjuna i vogël. Ka gibet gjuna i madh. Kësa fjale ime. Kjo është fjale e dietarëve të cilët kanë qenë para nesh, të cilët kanë folën këtë tematik dhe kanë thonë, ka prej gibeteve a gjuna i vogël. Nëse gibeti nuk shkakton pasoja, dhe atë që e përgojon a prej xhematlive. Nëse përgojon o gjallart, përgojimi o gjallarve a prej gibeteve të mdoja, për ata për ajrë të konë, pasi këllëki dhe dëshmia jote mo, as për nuk vlen për me martu dikan, po pikpyqe dhe vetë vetër me martu. Për çka kja është mendimi dietar? Kjo tematik kanë folë shumë dietar, ka thonë për çka se gibeti përgojimi o gjallarve i ban xhamatit largohen prej dituris dhe dinit. Përgojimi e atinve të cilët e tregojnë dinin ka pasoja. Pra çdo gibet që ka pasoj a mëkat i madh. Dhe ai që bjen ta, aja konsiderohet me sheriat fasik. Dëshmia ati nuk pranohet dinin Allahut Azza wa Jall. Kontrolloj e pyete veten tone, prej cilit kategori na jena. Pse në fjalët e tona nuk kanë ndikim? Pse dhe pse ka shumë pseja? Megjithatë, prej gabimeve gjuhave, gjithashtu njeriu më mor me jo të vërtet. Ka thonë pejgamberi Allahut, wa kariha lekum qila wa qal. Allahu e ka urrejt më mor me thënë thjesht. Ka thonë filoni dhe ka thonë haloni. Ka thonë ki dhe ka thonë ki, po pejgamberi Allahu ka thonë ma afër meje në ditën e gjykimit që janë ato që e kanë moralin më të mirë. Ma larg pejgamberit Allahut kush janë? E thertharun, el mutashaddiqun, el mutafayhiqun. Thertharun ato që folasin shumë. El mutashaddiqun ato që i përpiqen me fol në gjuhën letërore. Ka fol njoni që kur se ka morë vesh. Ka thonë pejgamberi Allahut ato që i hedhin fjalë gjallëtas dhe majtës sikur që barin që e hedh kafsha në ari në grasht. Mutafayhiqun këtë në vejthojnë. Mutashaddiqun. Ka thonë ja Rasulallah, sa i thertharun ato që i flasin shumë, i kuptum. Dhe ato të cilët flasin në nivelin që se kupton kur kush i kuptun. Kush janë mutafayhiqun? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë mutakabbirun. Këto janë krijelar. Këto janë krijelar. Gjithashtu, prej gabimeve të cilët janë të gjuhës a barqja e fjalëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më në hadith thot, në ditën e gjykimit janë më njerëz më të ult apo më të këqit Allahu janë ato që i kanë digjuar. Ato që i kanë digjuar, di fytyrë. Di kanë dhe me fert me diçka, kur kthehet me këto që dërçka. Ka thonë ato që i kanë digjuar në ditën e gjykimit, i ipen digjuar të zjarrit xhenemit bëjnë në fol. Kur takosh me këta, e nderon e respekton. Si ja kthej shpina e kusha ki. Kjo janë ato që i kanë shumë fytyra. Më të urrejtur të Allah, ai që i ka di fytyra. Ku mi gjet ato di fytyrçat? Di kish mi puth mball. Po që janë bon shumë fytyrca. Ta shumë fytyrçat i ke më prezent. Ta shumë fytyra janë bon njerëzit. Pesi cëllin ka një fytyrë. Për këtë arsye pejgamberi Allah, ka në pejgamberit Allah, di fytyrçat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë nënçmu, më të flasmi për zamanin ton, pra barqja e fjalëve, ka thonë pejgamberi Allah, ai cili i bar fjalë, i prish të dashurit, nuk ka për të hinë xhennetin Allahut. Çka me bon na kur na bet dikush një fjalë, e para me atinve mos mi besu se aja fasik. Ai që bina ben laj me të këshia, a fasik. E dita me ndalu. E treta nga ato me urrejt për Allah. E katra mos me bejbesu ati dhe me pas mendim të keq ndaj vllavit tan. Dhe e pesta mos me bon ata që t'ja përcel e tash t'a përceli t'a vëzhgoj, hash një me apo nuk ka një me, edhe mos t'a pëlqen këtë sifat nga se bëhat si kuraj. Ne lusim Allahun Azza wa Jall
që Allahu të na ban prej atyre që i ruajmë gjuhën tonë. Lutim pe Allahun azza wa xal që të ban që i ka thonë selefët, të parë tonë nuk e kanë pa njërin ibadetxhi kur ka xheru shumë apo ka bon namaz shumë. Ibadetxhia më i madh te selefët ka qenë ai që e ka ruajt gjuhën. Ibadetxhia më i madh është ai që e ka ruajt gjuhën. Ato s'kan lakmu të njeri që ka bon namaz dhe agjerim shumë, kanë lakmu të ai që e ruajn gjuhën shumë. Lutim Allahun azza wa xal të na ban prej atyre që i ruajn gjuhën tonë. Lutim Allahun azza wa xal që Allahu të na i ban gjuhën që nuk vlasmi vetëm me mos dhe kur të flasmi e flasmi fjalën e duar, në momentin e duar, sa të duhet, dhe kjo është hikmet që ka thonë Allahu, men uti el hikmeh, faqad uti e khajran këthira, kujt ju ka thonë kjo, ju ka thonë të në të mirat, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان